Nga mesnata ka filluar heshtja zgjedhore e cila do të zgjas deri në orën 19 të datës 2 nëntor 2025, njofton Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. Sipas agjencisë, gjatë periudhës së heshtjes zgjedhore, mediat mund të vazhdojnë të raportojnë për zgjedhjet dhe për rrjedhën e votimit, por nuk lejohet të transmetojnë asnjë formë të përfaqësimit mediatik zgjedhor. Gjatë raportimit në ditët e heshtjes zgjedhore, do të konsiderohet se mediat e kanë shkelur këtë periudhë nëse transmetojnë ose publikojnë çfarëdo lloj informacioni, fotografie, materiali audio ose audiovizuel që lidhet me apo në të cilin marrin pjesëmarrësit në zgjedhje. Çdo formë raportimi mediatik që në mënyrë të hapur ose të fshehtë është në funksion të fushatës së dikujt dhe që mund të ndikojë në vendimin e votuesve, si dhe të dhënaj që zbulojnë identitetin e subjekteve politike dhe ose individëve të përfshirë në incidente ose parregullsi gjatë ditës së votimit, si dhe deklarata nga kandidatët në procesin zgjedhor, përfaqësuesit e partive politike apo bartës të funksioneve në organet shtetërore, thuhet në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. Agjencia pret që të gjitha mediat ta përshtatin programin e tyre me rregullat e heshtjes zgjedhore.